Buçim në Bu CHI. Bu CHI podcast. Përshëndetje miq të Buçi Podcast, rikthehemi përsëri në rubrikën Agora. Kësaj here kam përsëri një, le të themi, emigrant, ekspat, përdorni juve fjalën që ju pëlqen më shumë, një bashkë luftëtar në këtë betejën tonë, të cilin fatkeqësisht edhe pse e kisha përballë në Tiranë, nuk arrita ta takoja dot personalisht, por besoj se në këtë bisedë do arri ta njoh jo vetëm unë, por edhe juve bashkë me mua. Përshëndetje Reginald dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Bleon, shumë faleminderit për ftesën. Një prezantim të shkurtër që edhe shikuesit që s'më kam parë ndonjëherë dhe se besoj se të më ketë parë ndoshta në shesh, por jo nëpër media. Unë jam Reginaldi, kam lidhur po Gradec, kam ardhur në Düsseldorf, qytet Gjermanisë para 11 viteve. Edhe tani jam student për marrëdhënie ndërkombëtare dhe politika zhvillimuese në ciklin master. Gjithashtu që nga mezi i qershorit jam një nga koordinatorët e grupit të Düsseldorfit që ka zhvilluar disa protesta këtu. Që të themi është një nga grupet që ka bërë disa protesta vërtet fantastike, ka qenë të bukura për të parë, frymëzuese, jo vetëm për të qenë atje, se vetëm mund ta imagjinoj se si mund të ketë qenë atje, por kanë qenë goxha frymëzuese për gjithë ata që i kanë ndjekur. Dhe normalisht kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë në bashkërendimin që diaspora, sidomos në Gjermani, ka dhënë një shembull fantastik, le të themi të drejtën për sa i përket organizimit të këtyre protestave. Po 11 vite plek. Po vën 11 vite që je larg shtëpisë. 11 vjet, po. Sa vjeç? Tamam 11 se sa është data sot? Si 15 ditë përpara 11 viteve kam arrit këtu në Gjermani. Unë jam 32. Përse je larguar në fillim, domethënë dhe si? Si fillim jam larguar për shkak të sistemit të arsimit në Shqipëri. Unë kam qenë student kur jam larguar nga Shqipëria për gjeologji dhe punoja gjatë kohës studimeve në call center. Edhe ne i shifnim zakonisht shoqëria, ato që zinin në një punë të mirë, duhet t'i lëpieshim pushtetit, edhe dinjiteti im nuk ma lejonte një gjë të tillë që unë t'i lëpiesha pushtetit, se mendoja për shkak të formimit e meritoja një vend të pune pa u bërë pjesë e askujt partie apo e askujt deputeti apo politikani, siç është natyrisht në Shqipëri që jo fut një mik këtu, jo fut një mik aty për të arritur më të mirën, dhe mendoj që ky është një model shumë i keq që është përhapur shumë në Shqipëri dhe jam plotësisht kundra kësaj. Prandaj vendosa që të vija në Gjermani, t'ja nisja çdo gjë nga zeroja, se nuk e dija as gjuhën. Mu desh të bëja një Ausbildung, është shkollë profesionale, kam nisur fillim si parukier, 3 vite shkollë, që të mësoja gjuhën. Kam punuar gjatë gjithë kohës deri para disa muajsh, gjithashtu si qepria flok për të financuar dhe veten. Edhe me studimet që vazhdonin paralelisht me punën. Tani bëj një punë tjetër, më shumë në këtë fushën ku po studioj dhe unë. Punoj në një qendër kërkimore, BIK quhet, është për studimin e konflikteve edhe të paqes. Reginald, pse pikërisht marrëdhënie ndërkombëtare, domethënë? Unë kam dashur gjithmonë të studioj ose shkenca sociale, siç studiova këtu në Gjermani për bachelorin, ose shkenca politike, siç po bëj tani masterin aktualisht. Jam frymëzuar nga politika e keqe e Shqipërisë. Mendoj që marrëdhëniet tona ndërkombëtare, ti po thua,
Më fal. Ti po akuzon shtetin shqiptar që marrëdhëniet e ndërkombëtare të shtetit shqiptar janë të liga, po ti nuk e pe që presidenti jonë ishte në Kirgjistan duke lozur me zara? Kush A është ka gjë më të presidenti bukur? jonë? Se është e janë për dreqje e zë lemsa tash se do jetë dhe në gjumë, me shumë mundësi. Është të mërshme, është të mërshme. Po... Jo vetëm politika jonë e jashtme, por më shumë ajo politika e brendshme. Po edhe e jashtmeja nuk është se ka qenë fort e mirë kur flasim për Kosovën apo për shqiptarët e tjerë që janë në shtete tjera për te i kufirit tonë. Nuk është se Shqipëria ka bërë në një politikë shumë të fort për shqiptarët, për kundrazi. Është të mërshme në fakt se edhe politikën nuk e nga t'i kapur këta domethënë. Nga do ta kthesh nuk gjen një moment në politikë bërje të çfarë do lloji qofshin këto, që të thuash mirë se të paktën këtë gjë po e bëjnë. Nga do që ta zësh domethënë një kështu që come on, guys. Bëni një të paktën. Është si të kërkosh gjilpër në kasht, si që fjala popullore. Këtë gjë doja ta thoja dhe të qeshi kur isha që më thoni një ligj që ka bërë politika shqiptare që është bërë për të mirën e Shqipërisë, përveç ligjeve që ndoshta kanë ardhur si presion nga jashtë. Nuk ka asnjë ligj që është me vërtet për të ardhur keq. Po pse ndodh kjo? Domethënë se kjo është vërtet pyetje që unë vërtet ja bëj edhe vetes për ta kuptuar, e kupton kur një cigare apo kur bëj bisedë me miqtë mi, domethënë me Edonën, bëm edhe bisedë herën e fundit e prekëm pak, domethënë që si ka mundësi. Domethënë që ne gjendemi në këtë realitet. Pra që deri diku, nuk mund ta heqim veten tonë jashtë ekuacionit, deri diku e kemi lejuar edhe ne ta arrijmë në këtë gjendje. Si ka mundësi? Nuk është shumë e thjeshtë për të shpjeguar gjithë curinë të gjithë shoqërisë shqiptare po dhe të politikës, por mendoj se ka nisur tek babësia për pushtet. Aty është zanafilla e gjithçkaje, mendoj se pushtetarët kanë dashur të mbajnë pushtetin edhe kanë bërë kanë bërë kontrata me djallin që ato të vazhdojnë dhe të rinë aty. Një nga ato është lidhja me oligarkët dhe me median. Është bërë si një vorbull ku askush prej tyre nuk mund të dalë më prej aty. Politika i jep tender mediave, ato i bëjnë publicitet, e njëjta gjë ndodh edhe me oligarkët, jep një leje ndërtimi këtu, jep këtë biznes, jep këtë koncesion. Oligarkët financojnë partitë, edhe janë shitur me njëri tjetrin edhe çmimi është shumë i lartë sa që ato nuk heqin dot më dorë. Është e tmerrshme kur e mendon. Domethënë që sa të ndërlidhur janë me njëri tjetrin, prandaj edhe unë reagoja duke thënë një ndër veglat se ka shumë mënyra, edhe ne i mbështesim të gjitha mënyrat që janë në mbështetje të shqiptarisë, të kombit shqiptar përgjithsisht në të mirën tonë, por një nga mënyrat që unë mendoj që është e durë është bojkoti ndaj bizneseve të oligarkëve. Të shmangin këtë gjë që ti përshkrove kaq bukur që është rrjeti, pra ai rrethi i mbyllur që ata kanë mes njëri tjetrit për të qarkulluar paran që se kanë as të tyre, është paraja shqiptare. Pra ai para vitet dhe futet në një qark të mbyllur që ti edhe unë apo kushdo që është në Shqipëri, por jo vetëm, nuk do ta shikoj asnjëherë të mirën. Por që ka pasur goxha rezistencë, domethënë ka pasur një mungesë vullneti, unë nuk kuptoj fiks. Pse, por që do të diskutojmë këto kur të kalojmë pak te zgjidhjet. Unë si fillim do doja edhe dija që ose le ta fillojmë ndryshe. Një ditë e bukur duke u bërë biseda me organizatorët kur ishin ato fillimet për të bashkuar në një grup, le të themi, disa nga organizatorët në qytete që predominancë ishin gjermanistë, por jo vetëm, kishte edhe nga SBA-ja dhe nga shtetet e tjera mbar europiane dhe Australia. Aty e përpikasa për herë të parë emrin tënd. Unë të kisha parë normalisht, të kisha parë në Instagram, kisha parë postimet, kisha parë disa video, kisha parë pankarta, domethënë kisha parë mesazhet që ishin dhënë, por nuk e kisha hasur si emër dhe pastaj
u vura në ditë, domethënë që ti ishe një ndër bashkëpunëtorët, le të themi, ose bashkëorganizatorët, koordinuesit, mirëmbajtësit, se ke bërë edhe një çik lëmshë tash që çfarë fjalë duhet të përdorësh fiks. Ishte kjo diçka që filloi prej fillimit? Ishte një diçka që të erdhi, domethënë që unë sot do ngrihem, do gjej një ose dy persona, ose nëse ata nuk e gjejnë do ta bëj vetë, do organizoj diçka, apo ishte diçka që erdhi me kalimin e kohës? Ka ardhur krejtësisht në mënyrë spontane. Protesta e parë që u zhvillua këtu në NRV, në atë Rheinwestfalen, ka qenë Dortmund. Normal që unë kam reaguar që ditën e parë ku pam ato skenën e zvarritjes në Svërnec, edhe her pas here kam denoncuar me atë Instagramin tim sa do të vogël. Por aty vendosa pasaj që të bëhem më aktiv, jo vetëm nëpërmjet Instagramit, por edhe të dal në protesta dhe të flas. Në fillim thjesht si një qytetar shqiptar që jeton në diasporë. Kjo ndodhi në Dortmund. Dortmundi tani na frymëzoi të gjithëve. Kurse koordinatori tjetër i Düsseldorfit, ai kishte qenë por në të njëjtën ditë në Berlin. Edhe ai ishte frymëzuar shumë. Edhe duke folë me njëri tjetrin ne, nga që s'kishte akoma plan për të bërë një protest në Düsseldorf, tham pse nuk e zhvillojmë dhe ne në Düsseldorf një protest. Dhe kështu ka nisur komplet në mënyrë spontane. Unë mendoja që Koordinatori tjetër është ai me Mustaqin që s'ka bën? Po, që unë e përshëndes shumë, që është djalë Përshëndes edhe unë që nuk e di as emrin, por do më lidhësh kontaktin se s'bën sepse do doja të besoja me ata. Po, patjetër. Është djalë i mrekullueshëm që bashk shkojmë shumë mirë, kuptohemi shumë mirë. Edhe kjo ndihet edhe tek grupi ynë i Düsseldorfit në përgjithësi. Unë ju komplimentoj për këtë, sepse është një puna juaj normalisht, se është punë edhe të shkosh mirë me njëri, por është një bekim të shkosh mirë me njëri, se në shumë grupime të tjera, ne jemi transparencë, se japim shumë me transparencën dhe sinqeritetin tonë, që në grupet e tjera ka problematika nga më të ndryshme, domethënë që janë të smendura. Shumica atyre kalojnë, siç kalon çdo gjë tjetër, normalisht, por që e lën një shenjë apo një tjetër hidherimi apo një shije të keqe në fund etj. Por në momentin që të paktën juve keni një trup të shëndetshëm, qoftë 2, 3 apo 4 veta, pak rëndësi ka se sa janë, nëse ka një bërsam, nëse ka një bërsam që të paktën mirë kuptohet në mënyrë konstante, atëherë ky është vërtet një, le të themi, një shtyllë jashtëzakonisht e fortë. Ka qenë vërtet një bekim se ka pasur dhe pyetje pse nuk fusim persona të tjerë që të bëhen koordinator, por ne kishim pak atë frikën në fillim se ka pas shumë tentativa dhe nga njerëz që kanë interesa partijake që ta merrnin në dorë protestën e Düsseldorfit. Edhe kemi qenë pak më skeptik edhe për shkak të kësaj harmonisë që është krijuar midis nesh, edhe në grup gjithashtu. Edhe ne nuk është se kemi mbajtur vetëm tani, kush e di, ne jemi koka e protestës në Düsseldorf, të gjithë kemi qenë njësoj, neve thjesht kemi marrë atë leje në qytet, kemi bërë atë koordinimin e vogël në grup, kemi bërë thirrje, jo pak në Instagram, po pak a shumë, jo vetëm ne dhe persona të tjerë që nuk janë fare koordinator, gjithashtu kanë dhënë aq shumë sa ç'mund kemi thënë dhe ne. Leon të iku zëri, më falë, nuk e di. S'ka problem. Erdhi. Po. Domethënë që unë këtë e kuptoj dhe është tejet e rëndësishme që ndodh kështu, domethënë sepse ndonjëherë ata personat e tjerë që jo domosdosh nuk e kanë atë kurorën e padukshme, le të themi, që shifë se unë po bëj diçka, në fakt shërbejnë për frymëzim të thellë edhe për personat që janë munduar të bëjnë diçka. Unë e mbaj mend protestën në park, ku dhe ai miku yt ka qenë prezent. Para fare takova shumë miq nga Berlini që i kisha vite pa i takuar, sepse jeta ashtu është, secili ka problemet e veta, e kupton, por edhe shumë njerëz, disa kishin ndjekur podcastin, disa thjesht ndiqnin në rrjetet sociale, ose edhe kam miq, domethënë, thonë wow, është një gjë fantastike, shumë faleminderit që je pjesë e kësaj, edhe
Unë thash që unë do merrem me këtë gjë një herë, edhe pastaj siç e kam unë gjithmonë, domethënë unë do mundohem ta ndërtoj sistemin dhe pastaj e delegoj me çdo gjë. Edhe aty më erdhi më shumë energji, them që okay, tani nëse ta janë duke pritur nga mua, se shumica pyesin kur është tjetra, unë nuk mund të dal jashtë loje kaq shpejt, domethënë sepse përveç detyrës ndaj dheut ke të krijo edhe një detyrë nga ndaj njerëzve të cilët ti në një mënyrë apo në një tjetër ke pak dashuri, ke pak respekt për ta. Edhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Por në qoftë se mund të themi që pjesa e koordinimit dhe komunikimit ka qenë një nga gjërat pozitive që ka pasur grupimi juaj, të cilat mund të kenë qenë disa nga problemet, qoftë të brendshme apo të jashtme me të cilat juve jeni hasur. Të jashtmet, domethënë jashtë grupit. Po ja këto për shkak se ti the pak më përpara që ka pasur disa persona për të jashtë që munduar ta marrin dorë ose mund t'u kenë kërcënuar ose mund t'u kenë shantazhuar nëpër. Po ato persona kanë qenë dhe në grup, që në fillim prandaj i trajtoi si të brendshme. E kuptoj. Po, kështu që të brendshme këto tentativat që janë përpjekur që ta devijojnë në një drejtim protestën, që ne nuk e kemi lejuar këtë, apo kur ka pasur për shembull ku erdhi Rama këtu në Düsseldorf, edhe aty u tentua nga disa pjesëtarë që të dilnin si ato në ballë të protestës, që ishin pjesëtarë partie. Edhe për këtë gjë ne nuk e lejuam. Ka edhe diskutime, ka mendime ndryshe, duhet që të krijosh atë harmoninë midis këtyre mendimeve, që jo çdo gjë të merret personale, por thjesht konstruktive, të diskutohet, argumenti më i mirë të dalë më shumë në pa. Këto janë pak a shumë problemet që ne hasim në grup. Edhe si i rregulloni këto, domethënë? Cila është kjo magjia që juve përdorni, domethënë që nga jashtë, domethënë duket kaq e mirë organizuar, kaq e qetë, kaq e dashur, kaq e mirë kontrolluar. Nuk e di, thjesht lind kështu natyrshëm, s'di të them se ku qëndron. Ndoshta nga çiltërsia e neve të dyve që përqendrojmë më shumë tek bashkimi sesa te përçarja, ndoshta për të mbajtur atë kulturën që mos të ketë ofendime, mos të ketë sharje, mos të merret shumë personale. Ndoshta ky është sekreti. Ndoshta vërtet ai është sekreti. Bile unë mund të them tani që kjo mund të jetë padyshim përgjigja më e bukur. Në mënyrë se kur një njeri thotë që nuk e di, është thjesht natyrale, tregon shumë më shumë se sa çdo lloj recete tjetër për të zgjidhur probleme, kështu që ju përgëzoj pafundësisht për këtë. Regji, në pikpamjen tënde, si shqiptar, je një i ri shqiptar, siç jam edhe unë, ke 11, unë kam 12 vite, minimalisht në një grimcë sa do të vogël, ne kemi një farë lloj shkëputje nga realiteti direkt lokal shqiptar, pavarësisht se ne nuk kemi, përderisa jemi këtu ku jemi dhe bëjmë këto gjëra që bëjmë, nuk kemi shkëputur asnjëherë nga dhënë. Çfarë mendon ti se janë problemet më alarmante? Dhe do të bëj pararoje për këtë pjesën, domethënë që të më rreshtosh 20 gjëra, se e di që mund të më shkruash edhe një libër për gjitha problemet, por unë do doja më shumë, besoj edhe shikuesit do donin më shumë të kuptonin se çfarë është ajo që të shqetëson ty më shumë. Pra nëse do ishe i detyruar të zgjidhje ku dëgjon 3 apo top 5 gjëra. Ti mendon që janë jashtëzakonisht shumë të këqija ose jashtëzakonisht shumë të rëndësishme ose që duhet të kem përparësi jo vetëm në cilësi por edhe kohore për të zgjidhur. Unë kam folë për këto problemet madhore, se ato tjera dhe mund të zgjidhen me kalimin e kohës. Kam folë për sistemin zgjedhor 1, që është një problem shumë i madh në Shqipëri edhe për ndarjen e pushteteve. Shoqëria është zhvilluar në Shqipëri, por institucionet akoma jo. Atë shoqëria ka arritur në atë stadin që po, mund të quhemi dhe demokratik, kurse institucionet kanë ngecur.
Problemi tek sistemi tani qëndron në atë çka prodhon sistemi. Fillojnë që tek partit në fillim që partit janë si pronë një individi. Nuk bëhen as zgjedhje, as diskutime të hapura, as edhe një gjë. Dhe kur mungon gara tek partit, automatikisht edhe kur të bëhen zgjedhjet me njëra tjetrën ku kandidojnë dhe partit, edhe aty të mungoj gara. Qëtë mënyra si zgjidhen kandidatët, problemi parë. Pastaj këto kandidatë varet se çfarë background i kanë, edhe asnjë nuk i verifikon ato. Dalin në fushat, bëjnë presion, blejnë, manipulojnë, edhe kështu vazhdojnë, edhe me listat e mbyllura. Do me thënë, automatikisht tani deputetët që do dalin nga këto zgjedhje nuk ndjen fare përgjegjës ndaj shqiptarëve, por ndaj atyre që i kanë vënë në listë. Edhe ne nuk mund të presim tani që do na i zgjidhin ato hallet, se kur mungon gara në zgjedhje, do mungoj pastaj gara në çdo gjë tjetër, në gjitha hallkat e shoqërisë. Problemi i dytë, Para se kalosh te problemi i dytë. Kjo është një gjë që duhet seksuar dhe faleminderit që e the sepse edhe unë kohët e fundit nuk e kam seksuar mjaftueshëm. Është shumë e rëndësishme që një sistem që të kuptohet, që një sistem i tillë është jashtëzakonisht i dëmshëm për qytetarin, sepse nëse nuk ka garë reale brenda një partie apo mes partive, detyrojnë që garën ta bëjnë njerëzit në format e militantizmit, lëpirjes se kush do e marrë postin publik etj. Sa herë që politika është e qetë, zihen qytetarët të themi, dhe sa herë që politika zihet, gjithmonë përfitojnë qytetarët. Kjo është rregull natyrale të bërit politik. Dhe ne jemi prej kaq e sa vite duke bërë luftën e atyre. Atë çfarë duhet të bënin ata, jemi duke e bërë ne, dhe automatikisht fitojnë ata, sepse ne jemi duke punuar për ta. Kur duhet ishte e anasjellta. Kjo është çmenduri. Ky është paradoksi. Ky është paradoksi fatkeqësisht se ato kanë dalë tani bashkëpunimi as nuk është më i fshehtë midis dy partive kryesore, por kanë dalë komplet haptazi. E kanë ndryshuar dhe sistemin 2018 saqë kanë centrifikuar pushtetin tek individët. Tani problemi i dytë është gjithashtu edhe ndarja e pushteteve, që gjithashtu ka pak a shumë të bëjë me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. Presidenti që e përmendëm pak më parë është bërë thjesht noteri i qeverisë, kurse parlamenti është bërë noteri i oligarkëve e pushtetit medias. Domethënë nuk kemi një ndarje të pushteteve që njëri pushtet të kontrollojë tjetrin. Tani mund të japim dhe një zgjidhje, por këto mund t'i flasim edhe më pas. Do të pyes më vonë, për secilën do të pyes edhe për zgjidhje, mos ki merak. Vazhdojmë me problemet njëri, rishtojmë. Problemet tjera na fal se ne kemi zjarr fikse këtu afër, ndoshta i dëgjon as i dëgjon. Ka problema, ata po bëjnë punën e tyre. Të paktën aty ka zjarr fikse, miku im. Të paktën aty kanë ku shkon kur bie zjarri, kupton? Pastaj te pjesa e shoqërisë, rinia ja besoj që janë ndërgjegjësuar shumë, por kemi akoma të problemin e brezit të vjetër, që ndonjëherë dhe nuk i vën fajin, janë rritur me atë frymën e komunizmit që shpëtimin e gjejnë gjithmonë tek partia apo te individi. Edhe kjo është sfida më e madhe si shoqëri, që jo vetëm brezin e ri ta ndërgjegjësojmë dhe ta bëjmë aktiv, që të kërkojë të drejtat e veta, që të kërkojë një shoqëri më të mirë, një shtet më të mirë, por duhet i ndrohet mendja dhe brezit vjetër. Miku im, ka dhe një shprehje nga ato filmat shqiptare që thot bisqeni ngelet. Nuk e di se sa e vërtet është, nuk duhet të jem paragjykues, nuk duhet të gjykoj njerëzit nga mosha e tyre, por përveç disa kokrave që mund t'i numërosh me një, po
unë. Mbase me gishtat e një njeriu jo, po me tentakulat e disa oktapodëve mbase, ne nuk mund të bëjmë faj, nuk është për shkakun e tyre, por është shumë e vështirë edhe në sociologji, kur ti e merr një formin gjatë gjithë jetës tënde, që janë mësime sociale, se si mësohesh, se si komunikon, se si e shef pushtetin. Edhe në fakt sa vjen e ti vjetrohesh, këto theksohen edhe më shumë. normal. Në vend që të bëhen, nuk e di, që të përmirësohen, këto karakteristika theksohen edhe më shumë. Kështu që edhe pse ka shpresë, unë kam gjyshin tim që ju ndrua mendja tani, edhe gjyshes, kështu që ka edhe pak shpresë. Thuaj gjyshit e treshin këmbën zvar. Me fjalët që përdojnë ata domethënë që të shtohen sa më shumë. Po fjala jote në vesh të Zotit kur e thon, unë shpresoj. Të tjera problemet do të piketosh apo të qëndrojnë këto madhoret? Këto janë madhoret, pastaj nga këtu lind çdo gjë në fakt. E kuptoj. Tani, e ta marrim nga fillimi, domethënë që është mund të bashkohen plotësisht ka për mendimin tim kodi zgjedhor në vetvete ka përparësi kryesore. Për mendimin tim nga rëndësia është kodi zgjedhor, janë një 3 vende bosh madje, pastaj vjen çdo lloj gjëje tjetër. Çfarë ti bën me kodin zgjedhor tash domethënë? Si do ishte një mënyrë më e mirë për të përfaqësuar shqiptarët? Tani mënyra më e mirë e kodin zgjedhor ai fillon direkt që është antikushtetues, se një vot në një qark ka më pesh apo më pak pesh se sa në një qark tjetër. Kur kushtetuta thotë që vota është e barabartë edhe e lirë. Zgjidhja mund të jetë që të kemi sistem kombëtar, edhe që deputetët zgjidheshin direkt nga votuesit. Por edhe këtu duhet kemi kujdes se mund të ketë tentativa që ato më të fortit, gangsterët, ku e di unë, të kalonin prap në votim në listat hapura dhe do kishin një avantazh shumë më të lartë se sa dikush i thjesht që nuk i ka ato resurset. Prandaj duhet që para se të futen këto kandidat të ketë një vetting të kandidatëve, se çfarë backgroundi kanë, se si janë të lidhur financiarisht, çfarë shkollimi, çfarë kulture, a janë të lidhur me krimin apo jo, nga kush mbështeten. Ky do ishte një mekanizëm që do jepte pak më siguri sistemit zgjedhor. E dyta, zgjedhjet kontrollohen akoma nga militantë. Tani, zgjedhjet bëhen për Shqipërinë apo bëhen për partitë vetëm? Se nëse bëhen për Shqipërinë, zgjedhjet duhet të kontrollohen nga njerëz të thjeshtë, profesionistë, si studentë, si ti dhe unë, që janë neutral, nuk janë as njërës anë apo as një anës tjetër. Këto mendoj që do ishin pika shumë të forta që duhet të ndryshonin me se s'bën. Nuk kuptoj. Atëherë le mund të themi, domethënë se për sa i përket themeleve të një kodi zgjedhor, ti je mendimit që një sistem majoritar kombëtar do ishte një përfaqësim direkt. Ne shkalojmë atë pjesën e gangsterëve sepse ajo është një teknikalitet që duhet të rregullohet edhe nga instancat përkatëse, siç është prokuroria dhe policia. Në një botë normalisht rregulluar, utopike etj. Këto gjëra që themi ne. Po ne po flasim për themelet, ne po flasim për idenë si fillim pra. Ti je i kësaj ide, le të themi. Po. Më pëlqen miku im, nuk je vetëm. Edhe unë, edhe shumica e shqiptarëve besojnë që janë i këtij mendimi. Pastaj ti në pjesën tjetër përmende ndarjen e pushteteve. Si mund të rregullojmë këtë? Një mënyrë do ishte që presidenti mos zgjidhej e para me 71 vota. Është absurde që presidenti që duhet të jetë garanti i gjithë shtetit të zgjidhet me 71 vota. Si që thash më parë, bën thjesht noter të qeverisë. Presidenti duhet zgjidhet me 2/3, me se s'bën e para, por jo vetëm kaq. Duhet të marrë dhe kompetenca më shumë, për shembull kur një dekret
një draft ligj kthehet nga presidenti dhe nuk dekretohet që kthehet mbrapsht për rishqyrtim në parlament, ky ligj nuk duhet votohet më me 71. Duhet votohet me 2/3. Kështu krijohet një kontroll midis pushteteve. E kuptoj. Shiko po, çfarë mendon për idenë domethënë që jo edhe presidenti të zgjidhet nga njerëzit? Po, doja ta thoja këtë pikë se kemi parë edhe ngërçin në Kosovë pak a shumë që ka ngesur në disa herë procesi që nuk është zgjedhur presidenti, edhe mendimi im është që të bëheshin 3 raunde në parlament dhe nëse do kishte ngërç, presidenti të kalonte automatikisht në votim nga populli. Më pëlqen. Është një mesme e bukur. Si mendon për këtë idenë që unë jam duke u shqyrtuar këto kohët e fundit për sa i përket emërtimit të pushteteve të tjera? Domethënë me zgjedhjen e gjyqtarëve, gjykatë kushtetuese, po kjo është më pak e rëndësishme për mua. Ajo çfarë më është më e rëndësishme për mua janë postet tipit general, poste të zyrtar të ushtrisë shqiptare dhe më kryesorja e policisë shqiptare. Nuk e kuptoj dot idenë, domethënë që pse një drejtor policie duhet të emërohet nga një kryetar bashkie apo nga një, le të themi, deputet, kryeminist etj. Mua kjo më duket shumë kontradiktuese, qoftë kjo policia lokale apo edhe policia e shtetit. Po si do e mbajnë kontroll policinë? Apo Okay. ushtrin. Po flasim tani kontrollin dhe atë etjen për pushtet. Se vetu duke mbajtur gjitha pushtetet në kontroll, mund të rri dikush pushtet. Edhe kjo normalisht që duhet zgjidhur, policia duhet jetë në bazë të formimit, të shkollimit, të profesionalizmit. Policia nuk duhet jetë politik, por duhet t'jek ligjet një për një. Edhe jo të marri urdhra nga ministri apo deputeti. Edhe njëjta gjë duhet vlej me të gjitha institucionet apo zyrat e shtetit. E kuptoj. Për sa i përket problemit të tretë, domethënë ne në mënyrën tonë, kush më shumë, kush më pak, kush më mirë, kush më bukur, kush me më shumë fantazi, le të themi, apo imagjinat, art, kulturë etj, ka arritur të bindi një farë lloj të moshës mesme, aq më shumë edhe të asaj që ne quajmë rini. Po si mund ta zgjidhet, le të themi, ose si mund të përpiqemi të zgjidhim që një ndryshim në frymë, në identitet, në mënyrën se si njeriu mendon, të krijohet në masë, jo izoluar vetëm në Tiranë, jo izoluar vetëm atje ku luhen lërat forta të pushtetit, edhe ku janë të përshëndruara universitetet, por që të shtrihet sa më shumë flokat të Shqipërisë sa mundet. Është e vështirë se rinia në përreth është poshtatisur në fakt në qytetet e vogla të Shqipërisë. Shumë pak rini gjen dhe zakonisht është rinia ajo që frymëzon edhe prindrit e vet, edhe moshat e treta pak a shumë. Por aktivizmi është mënyra më e mirë, të flasësh, të denoncosh me fakte, edhe jo me aludime, se kjo krijon edhe pak konfuzion tek publiku, edhe pastaj krijohet ajo mos besimi që edhe mund të dyshojnë pastaj njerëzit se sa të vërteta janë këto denoncime. Duhet të krijohet një shoqëri civile që të jetë aktive, edhe kjo është pak e vështirë në Shqipëri se jemi shkënjyer shumë shpesh edhe nga shoqëritë civile që thonë jo financohet nga ky, jo nga ai. Por jam i mendimit që mos të jemi shumë mosbesues. Sikur të nisni me pak më shumë besim me njëri tjetrin, besoj që edhe çdo gjë do shkonte pak më mirë. Në rregull. Isha i shark, çik si difuz. Besoj se e kupton për çfarë kam. Po, patjetër. E di përse ke fjalën, domethënë, dhe dua ta prek këtë
duke të pyetur në mënyrë pak më gjithëpërfshirëse se sa kjo. Si e sheh dhe si e përjeton këtë situatën e krijuar së fundmi, në fakt ka kohë që është duke gluar, domethënë, po së fundmi ka dalë domethënë edhe në pah në Shqipëri për sa i përket grupeve me fuqi dhune, grupeve me fuqi monetare, grupeve me fuqi të mbështetje nga jashtë, të dyshimta, super të dyshimta. Domethënë që e mbajnë vetëm për organizata qytetare dhe çdo lloj gjëje tjetër domethënë. Ku qëndron ti për momentin? Si e lexon? Unë kur isha tani në Tiranë ndjeva shumë rivalitetin midis rrymave. Edhe këshilla që i kam dhënë disave që kanë folur me njërin apo me tjetrin, thjesht si individ që këto rivalitetet njerë duhet të anashkalohen se në fundi jemi gjithë për një qëllim, do shta ka disa individa aty që kanë qëllime tjera, po si lëvizje të gjithë duam që Shqipëria të reformohet, edhe të gjithë duam më të mirën. Prandaj edhe këto sulmet që kanë filluar në mediat sociale, i shofi qik problematike, kur sulmet bën me supozime, me aludime, gjë që ndoshta mua mund të mos më bëjnë përshtypje dhe vazhdoj të protestoj, sepse e kam të qartë se çfarë qëllimi kam unë. Mund të stepin disa të tjerë që thonë që këto s'po merren vesh me njëri tjetrin, do vinë do zgjidhin hallet e gjithë Shqipërisë. Unë kam qenë gjithmonë pro bashkëpunimit edhe pro bashkimit, pavarësisht se cilat rryma ka qenë ato. Nuk e kemi luksin që të bëjmë përjashtime. Do i vi koha që edhe ato ambicjet që mund të ketë dikush mund t'i tregoj haptazi, por në këtë fazë ku jemi ne, këto janë shumë të dëmshme. Do i vi edhe koha që secili mund të futet në garë, të konkurojë, të jap mendimin, të jetë kundra një grupi, kundra një personi. Por duke e bërë këtë, tani në këtë fazë të protestës, me dashje apo pa dashje, po e dëmton shumë lëvizjen. Pra mund të themi që ka një kohë të duhur. Le të fokusohemi një herë te qëllimi i përbashkët që kemi dhe do kemi mjaftueshëm kohë për të bërë një betejë. Madje edhe betejat që do vinë më vonë dëshirojnë më shumë se sa kjo. Se tani normalisht ai që ka më shumë forcë apo resurse luan një lojë të pisët. Edhe sa do të fitoni sot nuk ka për t'ju shijuar në një moment të dytë nëse do fitoni në një fushë ku secili ka mundësi të barabarta. Kështu që po, me këtë gjë biem dakord së bashku. Çfarë doje ti që të ndodhte me protestën në Shqipëri? Ku e shikon drejtimin e saj dhe çfarë do dëshiroje ti të ishte konkluzioni i saj? Tani konkluzioni normalisht që do ishte rrëzimi i klasës politike, jo vetëm i qeverisë, po edhe disa kokrave apo të Partisë Demokratike që janë rrënjosur aty dhe nuk po shkulen më. Janë shtylla që banë fort pushtetin e Ramës. Dhe shifja si fitore kur këto të binin që gjithë, kur ne të nisim atë procesin e reformimit, edhe pastaj besoj që do kishte më nevojë për një shesh të mbushur plot, por do kishte nevojë për njerëz që të jenë akoma aktiv për të bërë një far kontrolli që çdo gjë të ecë në rrugën e duhur. Në kuptoj. Cilat janë planet për protestën në Düsseldorf nga juve? Në Düsseldorf normalisht që do vazhdojmë me protestat, do mbështesim akoma Tiranën, do mbështesim komunitetin shqiptar këtu, që kush të dojë të ngrejë zërin e tij. Kështu që nuk do ndalemi, patëm një pauzë të shkurtër tani për shkak se ishim në Tiranë, por protestat do vazhdojnë derisa të arrijmë qëllimit. Fort. Shiko,
Ti ishe atë ditë në Tiranë, ishte hera e parë që ishe në Tiranë apo kështë qenë dhe herë të tjera gjatë protestës në Tiranë? Si të duk, si u ndjeve? Po, ishte pak overwhelming. Kishte atë ndjesinë shumë të mirë, edhe pse nuk ishte ajo maja që ka pasur protesta, se ka qenë qershor. Prap ndjesha krenar. Ndjesha krenar që kaq shumë shqiptar ishin zgjuar, edhe po luftonin me vërtet për një Shqipëri demokratike, për Shqipëri të shqiptarëve kundra shitjes së pasurive. Ne kuptoj. Çfarë do dëshiroje ti thoje? E para fare bashkëkombësit e tu që janë në Mërgat, qoftë në Düsseldorf apo kudo ku ata janë në botë, pra bashkëmërgjimtarët, dhe po ashtu dhe bashkëtetarëve. Çfarë do kishe dëshirë, nëse do të kishe veshin e gjithë secilit nga ata, çfarë do doja ti thoje? Doja t'i thoj që mos u dorëzoni, që të rezistojmë akoma. Pushteti nuk rrëzohet me një protest, edhe detyra jonë nuk mbaron vetëm me një protest. Demokracia është luftë e përditshme. Edhe për të luftuar për demokracinë, ti duhet të luftosh ditë për ditë sa herë që ti shef që diçka po shkon në drejtimin e gabuar. Ne kuptoj. Reginald, shumë faleminderit që bisedove sot me mua në Agora, Buçi Podcast Shqip. Unë të uroj jashtëzakonisht shumë fan, të uroj të mos lodheni kurrë duke organizuar protesta, por jo vetëm, mos të lodheni kurrë për të punuar për atë dheun, pasi unë edhe mendoj se flas për të gjithë miqtë që ndjekin podcastin, është detyra primare e gjithë secilit individ që lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me cilësinë tonë të jetesës, thënë ndryshe me interesat tona personale, dhe shpresoj që së bashku në çfarëdo lloj qytetesh të gjendemi të arrijmë të bëjmë të hap pasi të vogël, pasi të mas, por padyshim të shëndetshëm në le të themi përmirësimin e realitetit shqiptar për shqiptarët kudo ata ndodhen. Unë të falenderoj ty Bleon për ftesën, ishte kënaqësi. Edhe të uroj shumë suksese me podcastin. Edhe shpresoj që gjithë së bashku, secili me sa mundet t'i japi kontributin për Shqipërinë, edhe në fund t'i arrijmë qëllimit ton përbashkët. Sot janë pozitiv sot. Mirupafshim miq. Buçim në Bu CHI Bu CHI podcast.